dhe shqetësimeve ligjore dhe ekstra ligjore të jashtëzakonshme. Kolegu ynë veteran Xhemil Beharaj është me ne, mesazho nga gjimnazi Janaq Kilica. Flavio, të përshëndes, pikërisht jam para gjimnazit Janaq Kilica, pasi në këtë gjimnaz janë 5 qendra votimi, ndërsa në godinën e re me të njëjtin emër Janaq Kilica të gjimnazit Fierit, janë dhe atje 5 qendra të tjera votimi. Procesi i votimit ka nisur rregullisht në të gjithë qarkun e Fierit, përveç një qendre të votimit e cila është në fshatin Arapaj të bashkisë së Roskovecit, është 3063 është qendra e votimit për shkak të operatorit i cili nuk ishte shkuar ende që të hynin pastaj në qendrën votimi që të hapnin kutinë e materialeve të ishin prezent të gjithë anëtarët e komisionit të qendrës së votimit. Paktën ky ishte informacioni që morëm nga dega e Partisë Demokratike në bashkinë e Roskovecit. Në të gjithë zonën, në të gjithë qarkun e Fierit ka nisur rregullisht votimi, siç tham, janë 490 qendra votimi, 9 qendra numërimi, ka 367.628 votues, ndërkohë që nga diaspora 32.466, ndërsa për bashkinë e Fierit janë 227 qendra votimi, 3 qendra numërimi, 157.761 votues, ndërsa nga diaspora 12.491 votues. Për bashkinë e Patosit janë 49 qendra votimi, 1 qendër numërimi, votues bashkia e Patosit ka 32.071 votues, ndërsa nga diaspora 1.918 votues. Për bashkinë e Mallakasës janë 49 qendra votimi, 1 qendër numërimi, 28.341 votues, nga diaspora 2.867 votues. Në bashkinë e Roskovecit janë 42 qendra votimi, 1 qendër numërimi, votues janë 24.223 votues, nga diaspora 4.230. Ndërkohë dhe një informacion për Lushnjën, bashkia Lushnjë ka qendra votimi 156, votues 98.951 votues, ndërsa nga diaspora 8.005 votues, ndërsa për bashkinë e Divjakës janë 67 qendra votimi, 1 qendër numërimi, votues 40.179 dhe nga diaspora 4.164 votues. Siç thash, ka nisur rregullisht procesi i votimit në të gjitha qendrat e votimit, përveç një qendër votimi që shpresoj që në këto momente që jemi duke komunikuar bashk mund të ketë shkuar operatori dhe ka filluar, por dhe pak me humor pasi e diel i votuesve. Të japim dhe pak kohë kolegu ton Xhemil Beharaj për komentin e fundit. Nuk mund ta humbasim komentin me humor Xhemil, edhe pse duhet të kalojmë